Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 5, data 5 korrik 2026. Kemi të bëjmë me një ditë shumë të rëndësishme, një ditë ku gjërat do jenë krejt ndryshe në situata të ndryshme, sepse lidhet me disa çështje shumë pozitive planetare që na ndihmojnë jashmase. Sot Marsi në binjak që formon një gjashtkëndësh me Neptunin në dash dhe një trekëndësh me Plutonin në retrograd në ujor, pas intensioni që kam pasur ditën e djeshme, një ndikim shumë të madh, e keni parë vetë dhe lëvizjet që bëhen, por gjithashtu ndikime që kanë bënë në lidhje me mundësinë dhe kohën, sepse kjo ditë jep mundësi më të mirë për të përdorur energjinë dhe strategjinë, intuitën dhe fuqinë e brendshme. Marsi me Neptunin mund të sjellë frymëzim, veprime, ndikime kreative, lëvizjet e motivit të plotësimit të dëshirës tonë, punë, karrierë dhe jo vetëm. Marsi me Plutonin që jep një forcë, vendosmërie, aftësie për të vepruar në prapaskena dhe për të bërë hapa të fuqishëm dhe pa zhurmë. Ndikojnë pozitivisht shenjat siç janë binjakët, peshorja, ujorit e dhjetit të parë, si dhe dashi, luani, shqiptarit e dhjetit të parë. Mund të ndjenë gjithashtu dhe peshqit dhe akrepet në mënyrë të brendshme, sidomos nëse kanë planete personale në këto shenja. Dita është e mirë për veprime të nxjuara, projekte krijuese, komunikime, negociata që kërkojnë intuit dhe jo vetëm. Ajo çka do të kemi mundësinë dhe kohën e duhur, është mirë që të kemi mundësinë një çështje pune o një kontratë rëndësishme që mund të arrisim qëllimin. Dhe gjithashtu ka të bëjë me lidhjet problematike që kemi pasur, mund t'i zgjidhim pikërisht në këtë ditë, sepse është një ditë që duhet të rregullohen disa gjëra dhe disa çështje të lëna pezullt dikur. Dhe është momenti, periudha, koha e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në çështjet që juve kërkoni dhe dëshironi. Por megjithatë, është një moment që vërtet jep mundësi dhe kohën e duhur, por vallë sa juve jeni gati të përgjigjeni kërkesave që keni. Por besoj se po është mundësia më mirë e mundshme në këtë drejtim. Para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për ju që interesoni për parashikim të detajuar, kemi www.astrologu.al, faqja roz shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar për gjithçka juve ju intereson. Duke bler paketën tuaj dhe numrin për kartës të blerjes, jeni gati për të shkuar tek sekretaria, atje në krahun e djathtë, siç e shikoni juve, dhe më pas klikojeni dhe dërgoni emailin tuaj dhe flasim bashkë në numrin Viber apo WhatsApp. Por juve që doni që në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve dhe juve dëshironi që të dërgoni mesazh, atëherë kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni, pastaj jeni gati për të dërguar mesazhin dhe për të marrë drejt për së drejti përgjigjen. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. E fillojmë me shenjën e parë që është shenja e dashit. Por juve të shenjës së dashit, edhe pse keni pasur disa probleme ose disa çështje të lëna pezullt dikur, por vjen një moment, duke pasur parasysh pikërisht dita e sotme, është një nga ditët më të ndikuara dhe më të kërkuara, do ta thosha unë, në fushën e karrierës, në fushën e biznesit dhe gjërave të tjera që do të ndikojnë, sepse është koha, është mundësia dhe periudha e duhur në lidhje me ekonominë dhe jo vetëm. Megjithatë, kemi një ndikim shumë të mirë në lidhje me çështjet ekonomike dhe çështjet vendimtare në ekonomi. Por kërkohet kujdes dhe jo nxitim. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjë të shenjës së dashit, duket se kanë bëjnë me shigjetarët e dhjetit të parë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Por ju shenjës së demit duket se kjo periudhë është mjaft e mirë në lidhje me takime, në lidhje me vendime të rëndësishme që do të keni, por megjithatë ka një kuptim mes asaj që janë të realizueshme dhe mes asaj që janë deri diku, që mund të themi që po, kjo është e bërshme, kjo jo. Por gjithsesi, juve i keni të gjitha mundësitë për sa i përket ekonomisë, për sa i përket mundësisë, për sa i përket vendimeve që do të merrni, por gjithsesi koha tregon që juve jeni me fat dhe keni mundësinë për zgjidhur problematika të ndryshme në punë dhe në karrierë. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me britsjat, duke se janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë binjakët. Për sa i përket binjakëve, meqense binjakët duket se tani për tani e kanë të gjithë mundësinë, kanë kohën e tyre dhe momentin e duhur në lidhje me takimet, në lidhje me bisedimet, në bisedimet të rëndësishme, një herë që nuk e diskutoj këtë, nuk e vë ndyshim për një mirë arsye, sepse kjo periudhë është periudha mjaft e mirë, për disa mund të jetë ndërlikuar, por nuk është se ka gjëra që nuk shkojnë, ose për një arsye apo për tjetër mund keni gjëra që ndryshe mendoni, ndryshe gjykoni,
por kjo periudhë është një periudhë që vërtet ka ndryshimin e vet, ka takimin, ka bisedimin, ka të gjëra të ndryshme që do të veproni dhe do të diktoni në fushën e karrierës suaj të anës ekonomike. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me peshk dhe me virgjëresh, duke se janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë gaforja. Për sa përket gaforeve, meqenëse gaforet do duket se tani për tani ka një ndikim shumë të mirë, sepse dita e dielës, dita e diellit dhe juve ju ndihmon jashtëmase për sa përket një çështje pune, një çështje biznesi, me biznesin sidomos që e keni dhe mundësinë tuaj, keni një moment mjaft të mirë, një moment që vërtet do t'i arrisni qëllimin tuaj për gjërat që do të keni, për çështje që do të shikoni. Por megjithatë bëni pa kujdes, mos mund nxitoni në vendime të gabura, sepse mund keni pasur edhe disa gjëra që mund të keni pasur çështjet ekonomike financiare ose një moment mjaft të mirë stabilizimi, konkretizimi të gjërave, por gjithsesi kjo është një nga periudhat më të mira dhe më pozitive të qenë ndonjëherë, sepse është mundësia, është rëndësia që i jepni anës ekonomike dhe financave, por gjithashtu një nga çështjet e biznesit është momenti për gaforet të nisin diçka të re dhe mundësi të arta. Në çështjet që lidhen me anën e dashurisë, duket se me peshk ka diçka mjaft të rëndësishme. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Për sa përket luanëve, meqenëse luanët duket se tani në këtë periudhë janë në dilemë për nisma të reja, për gjëra që çfarë mund të bëjnë dhe ku mund të shkojnë. Unë do thosha që tani e kanë mundësinë në lidhje me punën e tyre, kanë mundësinë për zgjidhur një problem që ka ngelur pas dore për juve, por nuk ka vend për të shqetësuar këtu, ka vend për të rregulluar në anën tuaj dhe mundësi të arta që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me dëmtë dhe diçka parë, me ujortë dhe diçka tretë, është perfektja, edhe pse gjërat janë në vështirësi për çështjet e punës së luanët. Në një anë mund të diktojnë ose ndikojnë gjëra të rëndësishme, por në anën tjetër mund të jenë pak a shumë në dilemat e tyre se si do reagojnë ose si do ndryshojnë gjërat në fushën e karrierës. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me dëm dhe me bricjap është e mbarë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për sa përket virgjëreshave, virgjëreshat duket se tani në këtë periudhë kanë një mundësi, kanë një kohë përcaktimi mbi atë çka bëhet, një kohë përcaktimi që të lidhet edhe me anën e financave, të biznesit, të karrierës, të ndryshimeve të tjera, por momente që kanë të bëjnë në çështjet ekonomike financiare, në lidhje me çështjet e biznesit, lidhje me karrierën, lidhje me një mundësi që vërtet nga njëra anë mund të ndikojnë çështjet e financave, në anën tjetër mund të keni edhe ndryshime të tjera që do të keni, por gjithsesi koha tregon për virgjëresha se është një mundësi mjaft e mirë, sepse pikërisht kjo ditë e diel është ditë mundësie dhe ditë rregullimi, stabilizimi në çështjet e juaja. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me dëmtë dhe diçka të tretë, ka diçka shumë të rëndësishme. Shkojmë tek shenja e radhës, do thotë shenja e peshores. Për sa përket peshoreve, peshorët duket se vërtet kanë kohën e tyre. Vërtet tani për tani mund të duken të vështirë si komunikim ose si kuptim, por në anën tjetër është momenti i duhur mbi një ndryshim shumë të madh, një moment mjaft i mirë stabilizimi, peshorët dinë dhe kanë atë momentin e tyre mbi shumë gjëra të rëndësishme, por duhet të themi që vërtet keni kohën tuaj, por mos u nxitoni sepse disa gjëra mund të mos jenë ashtu siç duhet, por janë aty ku duhet. Ndikimet, favorizimet, mundësitë dhe kohën e duhur që do të keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me gafore dhe me ujor duket të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e akrepit. Akrep të dashur, keni dy mundësi të arta mbi një takim pune, mbi një bisedë të rëndësishme që mund ta bëni tani tutje, edhe pse me vonesa, edhe pse keni pasur probleme të nga më të ndryshmet, por kjo periudhë, ky moment është i juaj, sepse zgjidhni problemin tuaj, zgjidhni atë çka keni dhe çka doni të përcjellni në anën e financave të biznesit tuaj. Megjithëse disa ndryshime janë ndryshime momentale, do ta thosha, sepse edhe koha tregon që juve keni gjitha mundësitë, keni gjitha kohën e duhur për stabilizimin dhe ndryshimin e madh që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me luantë dhe diçka të parë, me dashje dhe diçka të tretë, është një periudhë shumë e mirë, një periudhë që
tregon histori, një periudhë që tregon mundësi, një periudhë që është mjaft ndikuese dhe rrezatuese në ato çka juve doni të bëni dhe të kërkoni. Çështje shpirtërore lidhje që kanë bënë me Dëm të 10 parë, me Ujor të 10 të tretë, është diçka perfekte dhe jo problematike. Një takim i rastësishëm në udhëtim do jetë me Luan. Bini pas mos e lini pas dora. Shkojmë tek shenja radhës, si do thot shqiptari. Shqiptarët e dashur keni mundësinë për sa përket kësaj dite, një ditë e diel, një ditë me kuptimin e asaj çka bëhet, ose me kuptimin e vazhdimësisë të korrektësisë suaj në punë, në ndryshime, në karrierë, për karrierën që është momenti juaj, dhe një moment mjaft i artë që do ta shikoni në vazhdimën e çështjeve ekonomike dhe të biznesit tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Luan dhe me Peshk është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Bricapit. Për sa i përket Bricapëve, meqense Bricapët tani për tani kanë një mundësi, që kjo mundësi lidhet shumë me anën e financës dhe të biznesit tuaj, me karrierën dhe me disa ndryshime shumë të mëdha që do të keni. Është një moment mjaft pozitiv, është korrekt nga ana juaj, sepse me korrektësinë dhe kohën vazhdimsinë është periudha juaj dhe momenti më i mirë dhe i arti për juve. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Dëm të 10 parë, me Ujor të 10 që është perfektja, por dhe një ndikim shumë i mirë që është në anën dhe në biznesin tuaj për sa përket rregullimeve dhe stabilizimeve të juaja. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bënë me Akrep dhe me Dëm të 10 parë është perfektja. Vijojmë tek shenja e radhës, si do thotë shenja e Ujorëve. Ujorët duket se për një arsye apo për tjetrën kanë një ndikim ose një rrezatim për punën aktuale dhe për një ndryshim shumë të madh pozitiv, sepse pozitiviteti dhe juve jeni në fakt Ujorët janë racional, nuk nxitojnë për të arritur në finish, edhe pse duket pak e vështirë, por është mjaft e mirë për arsye të punës së tyre, për arsye të çështjeve të karrierës së tyre, duke pasur parasysh dhe ndikimin me udhëtimet e punës, karrierën e punës dhe momentet e arta që do të keni tani tutje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me Dëm të 10 parë, me Ujor të 10 tretë është perfektja dhe mundësitë që kanë të bëjnë tani tutje është në anën tuaj dhe në pozicionimin e planeteve. Gjithashtu, ndryshimet dhe ndikimet janë shumë të mbara dhe tepër pozitive për zgjidhjen e problematikës dhe të mundësive dhe kohën e duhur në nisma të reja. Një dashuri e munguar ka të bëjë me Binjak të 10 parë, kurse me Virgjëresh është vetë tjetër, nëse keni mundësinë ti rregulloni dhe ti stabilizoni, është momenti më i mirë i mundshëm. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e Peshqve. Peshqët dashur, duket se keni një moment mjaft të mirë dhe pozitiv, keni një moment që do të thotë ndryshim, do të thotë mundësi, do të thotë karrierë, do të thotë stabilizim. Por për sa i përket një aktiviteti që keni ose një moment mjaft të mirë për të stabilizuar dhe çështjeve të tjera që do të keni nga tani e tutje, ku janë mjaft ndikuese dhe rrezatuese në ekonomi. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bëjnë me Dëm të 10 parë, me Ujor të 10 tretë është perfektja dhe një mundësi mjaft e mirë, do thotë ndryshim, do thotë mundësi mbi gjëra të rëndësishme që do të keni dhe koha e artë për të bërë ndryshimin e duhur, për të arritur qëllimin tuaj dhe mundësive që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bënë me Binjak të 10 parë, me Gaforet të 10 tretë është perfektja dhe një kohë shumë e përshtatshme që jeni koherent me ato që ndodh, koherent me ato që jeni dhe mundësitë të tjera që do të diktojnë, do të ndikojnë nga tani e tutje. Por 10 parë shenjës së Peshqive, edhe pse ka një punë në dorë tani, do të bëjë një ndryshim pune, por nuk ka sigurinë dhe thotë që nëse unë nisi diçka a ja arri qëllimin tim për sa përket punës ose çështjet ekonomike financiare, sa janë të sigurta për sa përket ndryshimit, unë do thosha po, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive për atë çka kërkoni dhe juve dëshironi. Në fushën e dashurisë, Peshqit kanë një moment të artë sepse lidhet shumë me Virgjëreshën të 22 dhe kohën e duhur për nisma të reja. Këto që pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme të datës 5 korrik 2026. Para se të ndajmë bashkë, unë kujtoj edhe një herë për juve që interesoni për parashikimet e detajura, kemi pikërisht të faqen roz atje mund të shikoni dhe mund të hidhni një sy çfarë juve dëshironi të dini, atëherë keni sekretarin poshtë në krahun e djathtë tuaj, duke klikuar, duke dërguar emailin tuaj dhe më pas e keni dërguar emailin dhe flasim bashkë pastaj nëpërmjet Viber apo WhatsAppit se si funksionojnë shërbimet dhe çfarë juve dëshironi të dini mbi gjithçka. Në lidhje me çështjet që kanë të bëjnë në kohën që ne jemi drejt për së drejti me juve
e doni të dërgoni një mesazh, një pyetje, tek pyetje përgjigje, siç e themi, sepse së shpejti do kemi edhe shumë gjëra të tjera në vazhdimsi tek astrologo.al, tek faqja e YouTube-it, gjithashtu dhe tek faqja astrologo.al, pra të shkruar dhe do të shikoni shumë gjëra që do të kenë ndryshimin dhe kohën për të lexuar dhe për të kuptuar arsyen e punëve dhe gjërave të tjera që do të keni. Nga një rëpulla, ju uroj më të mirën e mundshme. Gjithë mira.